Sot gjatë ditës gjykata themelore ka pranuar disa kërkesa, morë në total janë 23 persona për cilët të shkërku seanca, për cilët të shkërku masa e paraburgimit, morë pra 21 të pandehur në cilësinë e komisionerit të dyshuar për veprën penale falsifikimi rezultateve të votimit, një të pandehur komisionere për 2 vepra penale falsifikimi rezultateve të votimit dhe marrja e rishfetit, dhe për një të pandehur në cilësinë e vëzhguesit për 2 vepra penale, kanosja dhe dhënia e rishfetit. Pra në total 23 persona të ndarë në disa kërkesa. 2 seanca dëgjimore janë caktuar dhe janë mbajtur, dhe 2 të tjera pritet të mbahen tash dhe në orët në vazhdim. Gjykata brenda afatit gjithashtu deri besoj në fund të ditës dhe në përfundim të afatit do t'i përpilojnë edhe vendimet të referuar kërkesave të prokurisë themelore në Prizren. A ka përfunduar seanca e parë që ka filluar në orën 14? Po, një seancë me 3 persona ka përfunduar, tash është në vazhdim një seancë tjetër me 8 persona dhe 2 seanca të tjera janë caktuar të mbahen. Njëra është gjithashtu me 3 persona dhe një seancë me 9 të pandehur. A ka ndonjë person që veç është liruar për me shku tash në shtëpi apo pritet ende një vendim? Për personat që kanë qenë në seancë dëgjimore dhe për ata që pritet të mbahen, ata do të mbahen në qendër ndalimin deri në marrjen e një vendimi gjyqësor, ndërsa për te këtij numri 23 nuk kemi pranuar ende ndonjë kërkesë për caktim të masës sigurisë dhe ata do të respektojnë afatet ligjore për ndalimin 4 tetosh. Më herët i pam edhe ekipet mjekësore që janë brenda, kush ka pas nevojë të shtatë? Ka pas disa shqetësime, ajri nxehtë, një asistencë të vogël, po jo diçka ndonjë shqetësim serioz. Aty ku pat nevojë është ndërpres seanca pasi palët kanë jap aprovimin që mund të vazhdohet dhe ka vazhduar seanca. Gjithë procesi seanca dëgjimore përfundoi sot apo edhe të vazhdim? Patjetër, sot përfundojnë 2 seancë, thash një seancë tashmë ka përfunduar, e dyta është gati në përfundim, 2 të tjera janë caktuar të mbahen tash dhe ato do të përfundojnë brenda ditës.